Përshëndetje, jemi së bashku me ekspertin e higjienës Endri Haxhira për të folur për një temë shumë aktuale. Po themi prej vitesh tashmë Shqipëria, vendi ynë i vogël, është prekur nga ndryshimet klimatike dhe ne do ndalemi tek një sektor që është shumë i ndjeshëm në vendin tonë, siç është bujqësia. Çfarë ka ndodhur ndër vite nga ndryshimet klimatike në Shqipëri, cilat janë pikat, le të themi, që duhen përmendur sot dhe pasojë më të mëdha që ka hasur bujqësia nga ndryshimet klimatike, rreshtet e shumta po dhe thatësira në stin të ndryshme ka bërë që të pësojë dhe dëmë të mëdha ekonomike. Endri, të falenderoj pasi së bashku kemi nisur prej disa muajsh tashmë për të investiguar në Shqipëri se çfarë po ndodh në sektorin e bujqësisë dhe cilat janë pasojat konkrete që kanë ndodhur ndër vite nga ndryshimet klimatike. Për të ndalur që kur ka filluar piknisja me këto ndryshime klimatike në Shqipëri që më pas, vit pas viti, ka ardhur disi duke agravuar situata, apo që është parë dhe nga ekspertët si një fushë që duhet ndalur dhe duhet pra të marrë vëmendjen e specialistëve? Ndryshimet klimatike në Shqipëri tashmë janë të ndjeshme, sikur më parë. Por këto nuk kanë nisur sot sigurisht, këto kanë shenjat e ndryshimeve klimatike ose efektet e ndryshimeve klimatike kanë vite që po ndodhin dhe çdo vit duke u agravuar më shumë. Le të themi një rreth 10 vjeçar, ato janë bërë tashmë edhe problematike në aspektin e dëmit ekonomik, përveç se humbjes të gjithë atij kalvar investimesh, qoftë në bujqësi apo qoftë në blegtori. Kjo ka shkuar paralelisht edhe me ndryshimet klimatike dhe efektet në vendet e tjera, qoftë të botës, të Evropës dhe të rajonit. Duhet theksuar që Shqipëria gjatë tyre viteve të fundit është dhe vendi më i prekur nga ndryshimet klimatike, pos faktit që efektet kanë qenë tepër të rënda, por edhe një vend që nuk ka arritur dot i përgjigjet në kohë, qoftë përshtatjes ndaj tyre për t'i paraprirë, por qoftë edhe efekteve negative që kanë prodhuar dhe pamundësia për t'i mbuluar ekonomikisht këto dëme. Cilat kanë qenë pasojat që kanë ndikuar drejt për drejt te sektori i bujqësisë nga ndryshimet klimatike? Pra mund të themi që kemi pasur probleme në mbjelljen e kulturave të ndryshme bujqësore, si kanë ndikuar thatësira, po dhe rreshtet e shumta që vit pas viti vendi ynë po i ndjen. Fillimisht vlen të theksohet që efektet klasike të ndryshimeve klimatike janë në atë optimumin e vet maksimal në sektorin e bujqësisë në Shqipëri, që do thotë nga një aspekt, në një anë kemi përmbytjet, pra problemet me ujin, të efektet të tjera të ngjashme si për shembull breshëri, le të themi lumenj që kanë shkatruar brigjet e tyre duke prekur tokat, apo efektet të tërthorta për shembull nga hapja e digave kur ka pasur më shumë sasi uji se ato mund të mbajnë, dhe për këtë si pasojë ka ndodhur edhe përmbytja e tokave, siç ndodhi së fundmi në zonën veri lindore të Shqipërisë, por nga ana tjetër kemi edhe pjesën e nxehtësisë që qoftë kanë ndikuar dhe për drejt të kulturat, po qoftë edhe nga thatësira dhe pamundësia e ujitjes së tokave. Pastaj ka dhe aspekte të tjera klasike, si për shembull invadimi i smundjeve tek bimët apo tek kafshët dhe fenomenet të ngjashme. Tani, kjo ka ndikuar që ka pas disa aspekte të ndikimit. Nga një aspekt është ulur ose është frenuar prodhimtaria në disa kultura të caktuara bujqësore. Le të themi ato më të prekura, ulliri, rushi, kultura të tjera të ngjashme, por nga ana tjetër dhe kufizim ose humbje e tokës së kultivuar. Për shembull, ato të mbjella me grur ose me jonç që shërben si ushqim për kafshët dhe të ngjashme.
Unë do ta fokusoja këtë, po themi, ndikim negativ të ndryshimeve klimatike edhe te ankesa që kanë fermierët. Ku janë këta? Këta janë në të gjithë Shqipërinë. Pra fermierët në veriu, në jug, në lindja, në perëndim ankohen për efektet e ndryshimeve klimatike, mbase jo me vetë fjalën ndryshim klimatik, por mbase me një ndikim të tërthort. Megjithatë, në aspektin e studimeve, shihet se ultësira perëndimore dhe veçanërisht ajo veriore ka qenë dhe më e prekura drejt për drejt në ndryshime klimatike nga përmbytjet e ndryshme. Por ka zona të tjera që vuajnë shumë me mungesën e ujitjes, për shembull zona perëndimore qendrore dhe ajo perëndimore jugore. Zona të tjera kanë vuajtur shumë edhe për ndikimin që kanë pasur speciet e ndryshme dëmbërëse të insekteve, si për shembull juglindja e Shqipërisë, ku fermerët nuk kanë gjetur zgjidhje, po ky fenomen është i përhapur në të gjithë Shqipërinë sigurisht. Endri, duke përmendur edhe pika që ne jemi ndalur së bashku në investigimin që kemi bërë sa i përket kësaj tematike, fenomenet ekstreme, pra siç janë shira të shumta apo thatësira që kanë ndikuar drejt për drejt edhe tek toka bujqësore, çfarë po ndodh tokës prodhuese që aty pra le të themi është baza për të rritur, për të kultivuar kultura të ndryshme bujqësore, ka le të themi një ndryshim shumë të madh apo pra ndryshime ndër vite që janë parë dhe mund të kenë ndikuar pra tek sektori i bujqësisë. Nëse do ta them me fjalë të thjeshta, toka po lodhet. Pra ky mot ekstrem, në një aspekt ekstrem i ftohtë, në një aspekt i nxehtë të shkajshëm, mungesa e ujitjes, pleherimet e pafundme që mundohen fermerët për të mbajtur disi atë prodhim që kanë pasur, përdorimi pa kriter ose i disa kulturave të njëjta gjatë gjithë kohës, pra pa futur disa zgjidhje të zgjuara që bota moderne po i aplikon. Kjo ka bërë që toka të humbi shumë rendimentin e saj, prodhimtarinë e saj, edhe duke pasur dhe efekte qoftë drejt për drejta, po qoftë edhe të tërthorta. Fjala vjen, thresim në memorje kthimet e produkteve shqiptare që vijnë nga kufijtë e huaj për shkak të ngarkesës së madhe me pesticida apo me kimikate të ndryshme që janë bërë tokës prodhuese në Shqipëri. Fillimisht do doja që të përmendim pse ka ndodhur fenomeni insekteve që të ketë këtë lloj peshe në bujqësi për shkak të ndryshimeve klimatike. Së pari, ngroja e motit i ka favorizuar përhapjen gjeografike të insekteve nga një rajon i ngrohtë në rajone të reja të ngrohta, duke e zgjeruar sipërfaqen e përhapjes së tyre në mënyrë tepër të pakufizuar. Së dyti, një mot i ngrohtë i ka favorizuar që brenda një stine këto insekte të kenë disa gjenerata në ndryshim nga më parë që kanë pasur vetëm një gjenerat, dhe kjo bën që këto insekte të shtohen në ritëm logaritmik. Gjithashtu, duke kaluar koha me këto efekte, ato krijojnë një farë rezistence, bëhen të pamposhtura për shkak të numrit të tyre të madh dhe fermerët detyrohen që të përdorin më shumë pesticide se sa më parë. Kjo ka bërë që ato përpos, po themi, pamundësisë që këto pesticide t'i vrasin, ato të krijojnë dhe rezistencë edhe më të madhe. Dhe me rritjen e rezistencës së tyre, duke rritur dhe dozën e kimikateve, atëherë kjo na ka çuar një spirale negative që nuk e di se kur mund të gjendet zgjidhja në këtë lloj trendi që ne po vazhdojmë. Dhe për këtë arsye këto insekte janë bërë tashmë një problem që do një zgjidhje tepër të mençur, do thoja, dhe në komunitet. Zgjidhja nuk zgjidhet vetëm nga një fermer apo grup fermerësh, por në tërësi në të gjithë Republikën nëpërmjet strategjive të ndryshme. Tashmë mund të përmendim edhe disa insekte, kemi ato klasik, si për shembull karkaleci, ekzistues në Shqipëri, por që vitet e fundit ne e gjejmë karkalecin që nga marsi deri në nëntor. Pra evidentojmë dhe me sy, po edhe me të dhënat e dëmeve të tyre, apo në komunikim me fermerët.
kemi pastaj insektet të reja, që janë, mund t'i quajmë aliene, që nuk kanë qenë më parë të pranishme, por që tashmë janë. Këto kanë shkuar paralelisht edhe me përhapje në vendet e tjera evropiane dhe ballkanike, dhe nuk mund të kursejë edhe Shqipëria. Kemi për shembull disa insekte të serave, tipike, apo afide. Kemi gjithashtu që edhe njerëzve ti ngjalla të kujtesën një lloj insekti që kur vritet lëshon erë. Këtë insekt tashmë e gjejmë edhe në zonat urbane përveç atyre ruraleve. Pra një njeri nuk nxjerr dot disa tesha në balkon sepse menjëherë edhe në dimër këto insekte me anë teshave hyjnë në shtëpi, por që janë insekte dëm pruese në bujqësi. Pasi ato ushqehen me po themi pjesët ajrore të pemëve, gjethe e tjerë, duke bërë dëme kolosale për shkak të numrit të rritur të tyre. Insektet i kemi të shumë llojshme dhe nuk kanë kursyer përveç se bujqësisë, nuk kanë kursyer dhe pyjet për rreth zonave bujqësore, duke e prishur dhe atë barierën klasike që pylli ka shërbyer ndaj invadimit të tokave bujqësore nëpërmjet këtyre insekteve. Pra pyet kanë shërbyer si pengesë që këto insekte të arrinin në tokat bujqësore. Duke u ndalur të vetë fermerët, ti ke vazhdimisht kontakt me ta, si janë gjendur ata dhe çfarë bëjnë që edhe këto rrezikshmëri që vijnë nga ndryshimet klimatike, mbase t'i shfrytëzojnë si një mundësi për të kaluar ato sfidat më të mëdha që vijnë në prodhimin e bujqësisë. Pyetja juaj është shumë interesante sepse menjëherë më vjen në mendje dhe oportunitetet që sjell me vete ndryshimi klimatik në bujqësi. Për shembull, disa varietete bimësh mund të rriten shumë më mirë tashmë në Shqipëri, mund të adaptohen shumë më mirë se sa ka qenë e pamundur më parë. Po them, kam dëgjuar për kiwi apo avokado që mund të tentohet, madje kanë dalë në disa raste të suksesshme, dhe pse jo mos ta shfrytëzojmë këtë oportunitet. Megjithatë, duke pas kontakt nga autoritetet qendrore, lokale deri te fermerët, vë re që dëshira është e mirë nga të gjitha palët, por mungon një lidhje e këtyre hallkave të shoqërisë apo të institucioneve me njëra tjetrën, dhe kjo bën që përshtatja jo ndër ndryshimeve klimatike të jetë pak e largët. Çfarë dua të them me këtë? Autoritetet qendrore kanë politika, strategji shumë të mira, të cilat i kanë adoptuar nga praktikat më të mira evropiane. Por këto qëndrojnë në nivel institucional, në nivel dosjesh. Nuk janë aplikuar siç duhet në praktik, pra nuk e kanë prekur fermerin fundor. Nga ana tjetër, fermeri fundor, duke u përpjekur për të mbrojtur investimin e tij, aplikon çfarë dëgjon në mënyrë amatore, do thoja, pra mungon agronomi apo zootekniku apo eksperti që do t'i orientonte këta me strategjitë e duhura që dhe masat jenë efikase, mos t'jenë thjesht masa për të mbajtur gjallë apo për momentin. Pra, unë këtu e shoh të gjithë problemin. Lidhja midis hallkave, zgjidhje ka, Evropa ka zgjidhje, po aplikon për vitesh zgjidhje shumë të mira. Kuptohet edhe funksionimi i bujqësisë në Evropë është pak më ndryshe, mbase që këtu do të fillojmë, për shembull me bashkimin e fermerëve në organizata. Një fermer i vetëm nuk mund të aplikojë dot strategjitë e mëdha, ose strategjitë le të themi makro nuk mund të aplikohen në fermer të fermës njësi, pra duhen në grup fermerës ose në zona fermere. Dhe për këtë, për shembull, Evropa e ka zgjidhur, siç thamë, me organizata, jo fitimprurse, por që ku fermerët funksionojnë si aksioner, dhe me formula tepër të qëndrueshme në aspektin e fitimit të fermerëve dhe mbrojtjes së tyre nga fenomenet e ndryshimeve klimatike. Së dyti, fokus për shembull në Evropë është kapja e ujit, uji i shiut që nga metodat më të thjeshta me gropa apo me depo uji,
tashmë i vën rëndësi edhe metodave më të reja të mundshme, për shembull siç janë cipa të ndryshme ujë mbledhëse. Gjithashtu një formë tjetër ku ka synim në vendet e zhvilluara është digitalizimi i bujqësisë, sensor të pafund për të kuptuar që si po shkon rrjedha e gjithë investimit apo parashikimit të motit, pra që gjithçka ose sa të jetë mundur të jetë në kontroll, mos të jenë në dorë të po themi fatit të motit. Tjetër gjë që shoh përdorimi i teknologjisë të avancuar, për shembull me dron, për mbjelljen e disa kulturave të caktuara për të kapur shpejtësinë e kohës apo për të arritur atje ku nuk arrihet, qoftë dhe për pyllëzime që i shërbejnë bujqësisë, por nga ana tjetër edhe për shembull mjete të precizionit të lartë, që do thotë përdorimi i kimikateve me sa më pak humbje apo me sa më pak ndotje në tokë, pra që ne të mbajmë një tokë të shëndetshme. Sikurse edhe disa parime të tjera të bujqësisë janë tepër të aplikuar në Evropë, si për shembull rotacioni i tokave, pra një tokë përdor një kulturë për një kohë të caktuar, pastaj mbillet me një kulturë tjetër që edhe e pasuron tokën, po dhe e shëndetëson atë, duke e bërë dhe më prodhuese, me rendiment të madh. Përdorimi i kimikateve të ndryshme biologjike, pra duke hequr sa më shumë dorë nga kimikatet tradicionale të industrisë. Dhe në këtë mënyrë Evropa po si thua përshtatet mjaft mirë me këtë gjendje të re që ne kemi faktike, që janë dhe ndryshime klimatike. Në dijenin time nuk ka ende një masë konkrete për të bërë zbatimin praktik të strategjive ekzistuese që janë. Pra, strategjitë ekzistojnë, masat që duhet merret ekzistojnë në parim. Por të aplikuar në praktik, nuk mendoj që ka ndonjë lëvizshmëri deri në këtë moment që flasim. Fatkeqësisht gjithçka është e mbetur në duart e fermerëve, në kuptimin e mirë të fjalës, pra jo që fermerët nuk duan që të zgjidhen, por kanë pamundësi teknike dhe të angazhimit të tyre në komunitet për të bërë një zgjidhje përfundimtare. Do synoja shumë që autoritetet të zbresin në teren, të komunikojnë me fermerët, dhe madje do thosha edhe diçka tjetër. Ju po e shihni që gjithmonë më shumë po krijohen fonde të emergjencës. Pra, kur ndodh problemi, ne të dëmsh problema apo mbulojmë sa më shumë ato dëme. Në fakt, nëse ne do të përdornim gjysmën e këtij fondi paraprakisht, pra që ne të nxisnim fermerët të adoptoheshin ndaj ndryshimeve klimatike, mbase nuk do na duhesh aq fondi i madh për dëmshpërblime. Pra, është dhe çështje parimore politike që si duhet dhe autoritetet të veprojnë. Endri, për ta përmbledhur edhe për ta parë në afatgjat çfarë do ndodh në Shqipëri dhe me ritmet se çfarë kanë sjellë ndryshimet klimatike në sektorin e bujqësisë, deri ku mund shkoj rrezikshmëria në vendin tonë që prek sektorin e bujqësisë, apo avash le themi dhe vendi ynë është adaptuar dhe po përshtatet me këto ritme? Do thoja bujqësia është në ditët e veta ndoshta më të vështira, jo prej faktit se po themi t'ia faturojmë autoriteteve që janë në këtë moment, por ndoshta në gjithë këtë kohë vazhdim 30 e disa vjeçar, do thoja që mbase është në atë greminën ku o do bëhet ose do bëhet më kurrë, sepse edhe të rinjt po e braktisin bujqësinë, nuk e shohin më si të ardhme, jo në Shqipëri, por ata po emigrojnë jashtë, dhe kjo është edhe një nga humbjet më të mëdha krau punës, forca e ardhmja që e kërcënon më së shumti bujqësinë. Por nga ana tjetër duhet jemi optimist, mbase në një moment të caktuar ne si shqiptar do përmblidhemi, do vëmë në zbatim disa zgjidhje të lehta, të thjeshta, por që kanë ndikim të madh, duke pasur vullnetin dhe dëshirën e mirë për ta bërë këtë gjë.
Ëndri, të falenderoj dhe më pëlqen që shikon me optimizëm dhe shpresoj shumë që të gjithë bashku të gjejnë një zgjidhje ta përmirësojnë jo vetëm sektorin e bujqësisë, por gjithçka çfarë mendojmë ne që nuk po shkon siç duhet në vendin tonë, të gjejë atë rrugën e duhur dhe t'i përqafojmë ato ndryshimet e reja që mund vinë.